Një mbledhje rreth 30 minutesh e kryesisë së Partisë Socialiste është të shfrytzuar nga kryeministri Edi Rama për të trajtuar si zhvillimet e fundit ndërkombëtare, ashtu edhe çështjet organizative brenda forcës politike që drejton. Sipas burimeve nga takimi, shqetësimi kryesor lidhet me ndikimin që tensionet dhe luftimet në lindjen e mesme mund të kenë mbi tregjet, çmimet dhe ekonominë shqiptare. Rama ka theksuar nevojën për përgatitje paraprake ndaj çdo skenari të mundshëm ekonomik, duke kërkuar koordinimin më të madh të institucioneve politike dhe për të përballuar pasojat që mund të vinë nga rritja e çmimeve të energjisë apo luhatjet në tregjet globale. Përveç situatës së jashtme, kryesocialisti ndaloi edhe të dinamikat e brendshme të partisë. Ai kërkoi intensifikimin e komunikimit me strukturat vendore dhe antarësisë përmes një turi takimesh me disa bashki të vendeve me qëllim forcimin e bashkëpunimit me bazë dhe rritjen e organizimit në terren. Sipas tij, ky angazhim duhet të shtrihet edhe përtej kufive, duke përfshirë kontakte me diasporën. Në vijim, Rama paralajmëroi nisjen një procesi zgjedhor të brendshëm që pritet të startojë në muajin qershor për përzgjedhjen e drejtuesve të rinj në degën e Partisë Socialiste në të gjitha bashkitë, si pjesë e një riorganizimi dhe rifreskimi të strukturave. Pas përfundimit të mbledhjes, kreu i qeverisë u pa duke u biseduar edhe me Benet Becin, drejtues të qarkut politik të Shkodrës. Në Selinë Rozë u vuri gjithashtu edhe figura të tjera të njohura të kabinetit dhe partisë, mes tyre Elisa Spiropalis dhe ministri i ri i drejtësisë Toni Gogu, i cili u pa në diskutim me paraardhësin e tij Ulsi Manja. Takimet sinjalizojnë njëkohësisht një vigjilencë për zhvillimet ndërkombëtare dhe një fazë të riorganizimi për socialistët në prag të angazhimeve politike.